Përshëndetje, si kur të mos kishin vendosur emrat për katës në foto, me siguri do të kujtonit se ishte një person, Kim Kardashian. Dhe në fakt është Meghy Pojani që duket se është bërë kopje identike e Kim Kardashian. Kim Kardashian është biznesmenja e cila ndes gjithmonë rrjetin, me deklaratat, bizneset që hap, apo ndryshime drastike në pamjen e saj. Në kohën kur ajo doli me flokë të shkurtra të zeza, me një stil elegant dhe me një energji misterioze, menjëhershëm ka qenë reagimi i fansave të saj. Por, ajo që askush nuk e priste, ishte që dikush në Shqipëri do të dukej si kopja e saj binjake. Bëhet fjalë për Meghy Pojanin, moderatoren që jemi mësuar të shohim me flokë të gjatë, me një look glamuroz dhe plot stil. Por së fundmi ajo ka postuar një foto në Instagram dhe të gjithë janë ndalur aty. Flokë të shkurtër të zinj, prerje identike me atë të Kim Kardashian. Pamja e saj ka krijuar menjëherë bujë në rrjet dhe shumë ndjekës kanë komentuar: Meg apo Kim? Binjaket që s'kan lidhje gjako. Zbesova që ishe ti, mendova se ishte Kim Kardashian. Stilistët po flasin për një rikthim të prerjes bob, që po dominon Hollywoodin dhe tashmë ka prekur dhe Shqipërinë. Meghy duket se ka përqafuar këtë transformim me plot vetbesim, duke provuar se është gati të eksperimentojë me imazhin e saj dhe të sjellë një frymë të re në stilin televiziv shqiptar. Disa fansa e quajtën versioni shqiptar i Kim Kardashian, ndërsa të tjerë thonë se Meghy po hyn në një epokë të re, më e pjekur, më enigmatike dhe më fashion. Një ndryshim që nuk është vetëm estetik, por dhe një deklaratë force dhe vetbesimi. Pyetja që bëhet është: a është kjo thjesht një rastësi stili apo Meghy Pojani po i dërgon një mesazh të qartë botës së modës se është gati të luajë në ligën e të mëdhave? Meghy Pojani është nga ato figura që ose adhuron ose s'mund ta injorosh dot. Ajo është kontraversale, e drejt për drejt, plot vetbesim dhe pa filtra, që në daljet e saj të para publike, Meghy ka bërë diferencën, jo vetëm për pamjen, por dhe mënyrën se si flet, si provokon, apo si sfidon standarde tipike të vajzës televizive. Natyra e saj, si një shpirt i lirë, nuk përpiqet të duket perfekte, por është e vërtetë, ka një mënyrë të natyrshme për të tërhequr vëmendjen, jo gjithmonë me fjalë të mëdha, por me prezencë. Shpesh e kanë kritikuar për guximin e saj, por ajo s'ka kërkuar kurrë miratimin e askujt. Në çdo intervistë dhe dalje televizive duket se është e thjeshtë, e drejt për drejt dhe lufton për të qenë vetvetja, në një botë ku të tjerët mundohen të bëjnë kopje. Por looku i saj këtë herë, a është një kopje e Kim Kardashian apo një rastësi? Cili është mendimi juaj, mund ta lini në koment. Në aspektin estetik, Meghy është nga vajzat më fashion të showbizit shqiptar. Nga fustanet e prera në mënyrë të guximshme deri te kombinimet urbane, ajo di ta përdor modën si armë. Tashmë me flokët e shkurtra të zinj, ajo ka kaluar në një fazë më të sofistikuar, një stil që përzien sensualitetin me pushtetin. Ka diçka Kim Kardashian aty. Meghy nuk ka frikë nga opinionet, ajo flet për trupin, feminilitetin dhe përdor vetbesimin dhe s'ka komplekse. Ka thyer shumë tabu, sidomos në një shoqëri ku çdo lëvizje një gruaje analizohet deri në detaj. Disa e quajnë provokative, të tjerë ikonë e feminizmit modern, por në fund ajo ka një gjë që shumë se kanë: autenticitet.
Megi Pojani është një energji që s'mund ta mbash dot në kornizë, e fortë, sensuale, e sinqertë dhe gjithmonë një hap para trendit. Por prisni pak. Një tjetër vajzë e showbizit shqiptar, Luana Vjollca, ka bërë të njëjtin pozim me flokë të zeza të shkurtra. Madje Luana fotot e saj i ka bërë disa kohë përpara. Edhe Luana ndezi rreti në Shqipëri. Flokë të shkurtra, të errta, japin asaj një karakter të fortë. Ndryshe nga imazhi i saj klasik, glamuroz, me onde të gjata dhe një vajzë ëngjëllore, kjo pamje i tregon asaj një energji tjetër, më të fortë, më misterioze dhe më boss woman. Në vend të shndritjes së veshjeve tipike të pasarelës me flokë të shkurtra, ajo ka stiluar me brandin e saj Lulu, në një stil të matur me tone të errta, minimalist por dominuese. Duket se flokët e shkurtër janë pikërisht simboli i kësaj periudhe, një rebrand i heshtur por shumë i fortë. Në pamje të parë mund të duket si thjesht një ndryshim stili, por në botën e showbizit flokët janë një deklaratë. Edhe për Luanën kjo është një mënyrë për të treguar një kontroll dhe vetbesim. Duket se kjo prerje i shkon shumë mirë fytyrës së Luanës. Ndryshe nga Megi që e shfaq rebelimin hapur, Luana e bën me shikim, qëndrim dhe prezencë. Ky stil flokësh të shkurtër të errët me balluke, siç ka bërë Kim Kardashian, Megi Pojani dhe Luana Vjollca, është një nga trendet më të fundit. Nuk është thjesht një prerje për një qëndrim, flokët e shkurtër dhe të zinj krijojnë një kontrast të fortë mes misterit dhe sofistikimit, duke i dhënë fytyrës një formë më të theksuar, një pamje më të ashpër, por më kinematografike. A jeni kurioz të dini se kujt i shkon ky stil, nëse dëshironi t'i prisni flokët të tillë? Fytyrat ovale janë ideale për këtë lloj prerje, sepse linjat e buta të fytyrës përputhen me prerjen e drejtë të ballukeve dhe japin një ekuilibër perfekt. Fytyrat katrore. Ky stil zbut pak qoshet e nofullës dhe bën pamjen më sensuale, sidomos nëse balluket janë më të gjata anash. Për fytyrat në formë zemre me mollëza të theksuara, balluket krijojnë një mister elegant, si aktoret franceze. Për fytyrat e zbeta apo me sy të errët, ngjyra e zezë i jep një kontrast dhe thellësi fytyrës, duke nxjerrë në pa syt dhe buzët. Por kujdes, kjo prerje kërkon vetbesim, sepse është një stil ku ti nuk mund të fshihesh pas flokëve. E zhvesh fytyrën, e ekspozon çdo shprehje dhe çdo detaj. Prandaj i shkon atyre që kanë një personalitet të fortë, pak rebel por me klasë. Një femër që pret flokët tregon se nuk ka frikë të fillojë nga e para. Ajo ka kaluar një periudhë ndryshimi, ndoshta një ndarje, një sfidë ose një zgjim të brendshëm. Floku i shkurtër tregon nuk kanë nevojë të fshihen pas asgjëje. Jam e lirë, e drejt për drejt dhe e dua që bota të më shohë si jam. Këto femra janë zakonisht energjike, dinamike, të sigurta në vetvete dhe nuk kanë frikë të duken ndryshe. Ka diçka rebele në to, por edhe një lloj elegance të ftohtë që tërheq pa shumë fjalë. Disa shembuj: Andrei Tautu, Halle Berry, Megi Pojani, Charlize Theron, Kim Kardashian, Luana Vjollca e të tjerë. Ndërsa floku i gjatë është simboli i feminilitetit klasik, butësisë dhe romantizmit. Një femër me flokë të gjatë ka shpesh një shpirt andremtar që do të kujdeset për të tjerët, që ruan kujtime, emocione dhe kujdeset për detajet. Të nderuar miq, tani që i pat fotot e vajzave me flokë të shkurtër,
Lini komentin tuaj. Kujt i shkon më shumë kjo prerje? Megi Pojanit, Kim Kardashian apo Luana Vjollcës? Dhe si preferoni të shikoni vajzat, me flokë të gjatë apo të shkurtër?